Mirëmëngjes. Mirëmëngjes të gjithëve. Ju përshëndes me gjithë zemër. Ju uroj shumë bashkësime këtë ditë. Ju uroj që hapat tuaj të udhëhiqen nga mirësia, të udhëheqin mirënjohjen tuaj drejt të gjitha dëshirave, marrëdhënieve tuaja, të gjitha planeve që ju keni hartuar për sot. Puna e përditshme i jep pecurin, i jep kreativitet, i jep përvojën për t'u drejtuar rasteve të shumta që ka fusha dentare. Një marrëdhënie e gjanë me pacient të ndryshëm, me teknikat më të reja që vinë si informacione edhe si rezultati kërkimeve. Një përvojë që shtohet çdo ditë edhe që komunikon më pas në marrëdhënie shumë të gjana profesionale që lidhen me konferenca të ndryshme shkencore, me projekte të veçanta, me pjesëmarrje në konkurime të cilët e radhisin me zërave të rinj më premtues dhe të spikatur të fushës dentare, duke tërhequr një vëmendje shumë të madhe në këtë fushë, e cila natyrisht ka përvoja më të reja edhe më kreative. Të gjitha i drejtohen mjekut stomatolog Ormir Bushati. Një mjeku i cili ka ecurinë e tij në klinikën e tij, është një qytetar i Shkodrës, e natyrisht që na bën krenar me një marrëdhënie kaq të hapur dhe me një aktivitet shumë të gjanë në fushën dentare. Ai është antari certifikuar i shoqatës europiane të kozmetikës dentare dhe kryetar i kësaj shoqate për Shqipërinë. Ai dallohet nga një ndjeshmëri e veçantë njerëzore, gjë që e lidh shumë me njerëzit, me shtresat në nevojë, me moshat që kanë nevojë për të mbështetur. Për ndryshe, një ndër informacionet më të fundit nuk do ishte bërë mundur dhurimi i një kabineti dentar në shtëpinë e të moshuarve në Shkodër. Doktor Ormiri është i ftuar im sot në Mirëmëngjes Shkodër. Mirëmëngjesi. Nadia e mirë se erdhët. Ju keni një marrëdhënie shumë të gjanë, ashtu siç mund të ketë mjekësia, mund të ketë fusha juaj dentare, e cila nuk mbyllet në një kabinet mjekësor. Përkundrazi, ajo komunikon, por ajo që e bën më speciale këtë marrëdhënie të veçantë, që është shumë e rëndësishme, është marrëdhënia njerëzore. Ndoshta nga këtu nisen të gjitha frymëzimet, nga këtu marrin jetë të gjitha hapat të çdo njeriu në çfarë do sfere dhe fusha qoftë, por fusha mjekësisë të duket sikur e ka më të dallueshme, më të nevojshme. Unë përmenda që në prezantim që kohët e fundit ju keni dhuruar një kabinet dentar në shtëpinë të moshuarve. Si u lindi kjo ide? E ndjet ju si vetë, si nevojë? Si erdhi deri në këtë mundësi që ju ja dhatë shtëpisë të moshuarve? Në fakt, ne përveç se jemi mjek në përditshmërinë tonë, jemi edhe sipërmas, por kemi një biznes privat që vazhdimisht në vit pas viti investojmë, shtojmë pajisje, materiale, gjëra, dhe kjo bën automatikisht që të krijohet një farë rritje ndoshta edhe në kost ose ndryshme. Kjo na bën që gjatë viteve ndoshta të fitojmë pacientë të ri, por ndoshta të humbasim një pjesë, sepse jo të gjithë qytetarët e Shkodrës arrin të ndjekin ndoshta një pjesë e teknologjisë, dhe këtë e shoh dita ditës, pra një pjesë janë njerëzit tonë të dashur, një pjesë janë komshit tonë, të afërmit tonë, që jo të gjithë kanë atë mundësinë për të na ndjek vazhdimisht. Dhe kjo vazhdimisht krijohet një boshllëk, pra një që nuk arrija që t'i plotësoja kërkesat e
gjithë shtresave. Dhe kisha si pikë që diçka të bëja. Unë kisha një kabinet dentar komplet funksional që ishte në një lokacion tjetër dhe mund të shihte shumë mirë dhe vendosa që si gjej një mënyrë që këtë ta bëj në funksion të një komuniteti që ndoshta se ka atë mundësi. Kështu që më lindi ideja, ato që nuk flasja me pak aty janë stresat me nevojë zakonisht, dhe duke pas një mikun tim drejtorin e shtëpisë të moshuarve, e pyeta nëse ishte mundur dhe nëse ishte nevojshme për ta, dhe më tha që ishte absolutisht e nevojshme dhe kishin si detyrim që ta kishin dhe ju bë shumë qefi, kështu që ne vazhdojmë procedurën dhe bëm të mujtur sa më shpejt atje. Sa gjatë bukur, në një kohë kur egërsia e interesave nga njëherë nuk një barriera. Të gjesh shembull të tillë është vërtet një oaz shpirti. Një oaz ku ndjehet nevoja për me dhuru, ndoshta edhe pak më shumë se nevoja për me pas një dhurat. Nuk e di, a shprehem mirë, jeni ndjerë shumë mirë që keni dhuru? Po, dyshim, në fakt nuk e prisja këtë impakt, këtë ndjeshmëri edhe në qytet, edhe në fytyrat e njerëzve, në fytyrat e pacientëve. Kjo besoj që ka shërbim mirë, që tjetë edhe një indicie ose sinjal që edhe tjerë në fushat e tjera ose stomatologët e tjerë të vazhdojnë të njëjtën gjë, pasi qëllimi i saj është që t'jeti hapur që të përdoret edhe nga mjekët tjerë. Po, si do funksionoj? Ju e dhuruat, aty ka rigën, ka të gjitha aparaturën ku mund të ndiqet klinikisht një pacient. Si do unë do të plotësoj edhe një pjesë materiale dhe pjesë të pajisjeve çka ka mundësi, dhe gjithashtu herë mas herë do jem prezent, sepse koha është problemi kryesor. Po. Për dëshmërinë tonë të jem prezent që të bëjmë vizita dhe të mulojmë një pjesë, do të kontaktojmë edhe me mjek të tjerë ose me laborant që ose është e mundur që ato të tregojnë, të dhurojnë kohën e tyre. Dhurojnë kohën e tyre, kam pas ka dëshmëri edhe nga mjek të tjerë që më kanë kontaktuar dhe ato kanë treguar të gatshëm që sikur gjithë shkojnë një herë në muaj, një herë në 2 muaj të plotësojnë gjithë secili një pjesë mjekve, ose nuk e di nga ana ligjore, po edhe ndoshta njerëz të tjerë vullnetare. Po, edhe njerëz të tjerë që janë në nevojë, ndoshta mund krijohet një mundësi edhe për ta. Kështu që ajo është e hapur për gjithë. Ja, pra, ndjenja njerëzore shpesh nxjerr krye dhe me shembuj të tillë na jep mesazhin se sa bukur është ta kesh atë gjithmonë pranë. Patjetër që ajo është gjatë gjithë rrugtimit të njeriut, por në raste të tilla nuk kemi pse të mos tregojmë një reflektim tek vetja, gjithsecili mund të bëjë diçka aq sa mundet. Dhe ju e keni realizuar dhe vazhdoni të realizoni këtë. Por është shumë ndjes, shumë interesant rrugtimi juaj. Më ka bërë shumë përshtypje. Ndoshta sepse megjithëse ju jeni i ri në moshë, që në hershmërinë tuaj, pasi jeni diplomu dhe keni filluar të punoni, pas 2 vitesh ju jeni përfshirë në një komunikim që i kalon kufit, jo të një klinike, jo të një shteti, por keni komunikuar me hapësina europiane në trajtimin e mjaft rasteve klinike dhe keni marrë pjesë në një konkurs të rasteve të mira. Aty keni spikatur, keni dalë fitues dhe keni tërhequr vëmendja. Dhe kanë qenë vitet tuaja të para, 2 vite mbas diplomimit. Më pas, natyrisht, ka qenë një çelës, i cili ka tërhequr vëmendjen me komunikime me njerëzit më pesh të fushës, më pesh të fushës ndërkombëtare dentare. Si ka qenë, sepse duhet të keni guxim për të realizuar një përballje, dhe ky siç duket nuk ju ka munguar, apo ja? Patjetër, domethënë ndonjëherë është fat, ndonjëherë është edhe punë ose dëshirë që plotësojnë gjitha bashkë, mbaj mend që
2 vitet e para mëse kisha përfunduar herë ishte si të themi piku i rrjeteve sociale i Facebooku sidomos, sepse ishte fillimi dhe aty ishin grupet e para dentare që dentistë nga gjithë bota postonin, hillnin raste, demonstronin dhe ishte si të themi një platformë shumë e madhe ku merre informacion, ku njifeshe me botën që kjo kishte mungu vitet më përpara, pra dentistët më përpara ishin lokalizuar në shtetin aty dhe nuk kishin këtë mundësi informacione ose njohje. Dhe mbaj mend që një nga faqet kryesore të asaj kohe që ishte Style Italiano, një faqe ndërkombëtare po me bazë italiane, kërkonte të bënte një konferencë të mblidhte të gjithë dentistët e botës, ato që ishin më në zot herë dhe bëre një si konkurs që postonin në raste dhe ato që me spikatorët fitonin drejtën të shkonin falas te konferenca që ishte në Itali. Dhe unë në sugjerova së bashku me një mikun tim, dentistin Drejt Dibra, miki imi që dhe të falenderoj në hapet e mi të parë për orientimin tim. Publikuam të dy dhe të dy morën pjesë, pra fituam të drejtën që t'ishim atje. Në ato hapet parë, gjithë mjekët që ishin aty ishin pa njohur për mua. Më vonë e kuptova që gjithë ishin personalitete në shtetet të ndryshme të botës, pra kishin nga Portugalia, nga Brazili, nga Italia, nga Turqia, pra emra që ishin të spikator që unë nuk i njihja më përpara, po më vonë e kuptova se me ka përrija. Po ishte diçka, një hap mjaft i veçantë, apo jo? Ishte shumë i veçantë sepse ne krijuam edhe grupime më të vogla me anë tyre që ndihmonin njëri tjetrin dhe unë ndjesha komplet, si të themi, rastësisht në trezën e tyre. Jo rastësisht, ju e quanit besoj një mundësi, një fat që ju e shfrytzuat me potencialin tuaj, por atje ju çoi puna juaj. Ju çoi ai rasti i mirë që ju e quani rastet e mira, pra ato që ka një ecuri. Ja, kemi të publikum një prej punimeve tuaja. Ky është në rastet e fundit le të themi. Por në rasti i parë që ishte fillimisht ishte me një fotografi me celular, pra ishte fillimi që ato të tjerë ishin kamera profesionale, foto profesionale, ishin shumë të avancuar në teknologjinë e tyre. Ju e dërguat me celularin tu. Celular në fillimisht dhe ishte domethënë limiti i pranimit që por rasti ishte i bukur, kështu që pastaj ato vazhdimisht pra nga ky grupi i afërt ato suportonin njëri tjetrin si themi me materiale didaktike, me rastet që ndoshta ishin vështira klinikisht dhe kishim si grupim ku mund të pyesim njëri tjetrin, pra ishin në ekspertë më të mirë të botës. Ndërkohë që unë kisha një rast ndoshta këtu në Shkodër, mund të konsultohesha me një nga ekspertët më të mirë që ishte jashtë. Ose mbaj mend është një Rabërdam quhet, pra kur bëhet mush është një zonë, një shile që izolohet dhëmbi. Nuk praktikohet në Shqipëri dhe nuk praktikohet në shumë klinika. Dhe unë që nga një periudhë. Pra teknika të reja bashkëkohore. Dhe ajo kishte një farë koste që me çmimet që ishin këto të mbushjeve nuk i justifikonte. Dhe mbaj mend që një mjek nga Irlanda më dhuroi kitin e parë të asaj, pra ishin ndihma që më bën të shtyesha për më tej, kështu që ishte një. Pra tek ju ishte hapur një derë ku ju tashmë u futët dhe zorë se mund të dilni prej saj. Vazhdon me mjaft aktivitete të tjera. Përsëri 2 vite më vonë stili italian ka publikuar raste të tjera, i cili ka një ndjekje prej 300.000 dentistësh nga mbar bota. Ju kanë nxjerrë disa herë fituesi i javës, sepse siç duket është një faqe që ka intensitet në marrëdhënie me fushën dentare. Po në atë periudhë ishte që regjia, ju lutem, kemi inserte të aktiviteteve dhe pjesëmarrjeve të doktorit në atë periudhë postonin nga gjithë bota me mira raste vazhdimisht dhe në fund të javës ishte shpalleshin. Ja, këtu jeni mes këtu jam mes disa emrave që janë të njohur botërisht si dentist. Po. Dhe në fund të javës shpallin nga një juri që ishin nga ato, shpalleshin 3-4 rastet me të mira të javës. Juri profesionale. Profesionale që ishin
nga disa shtete të botës dhe pothuajse gjitha herë që kam postuar aty ishte te rasti i javës dhe kjo ishte një knatësi e veçantë, një nxitje që të vazhdoj me te nga kjo pjesë fillova emrin filloi të bëj i njohur edhe në arenën ndërkombëtare, pasi shumë dentistë në botë tashmë më njihnin emrin, por edhe lokalisht pra edhe në Shqipëri fillova të bëhesha i njohur si emër nga këto postime sepse kishte një impakt shumë të madh si faqe në atë periudhë. Dhe të gjithë jeni këtu për shembull. Këtu jam në një konferencë ndërkombëtare që është bëhet në Prishtinë. Por keni një gjeografi të jashtëzakonshme, vendesh nuk mund t'i përfshi të gjitha, por në mendjen tuaj janë patjetër këto marrëdhënie profesionale dhe këto leksione të hapura që her pas here ju jepni, por edhe referimet tuaja në mjaft mediume profesionale të fushës dentare, apo jo? Po, më thënë, jam si themi key opinion leader quhet ose drejtues i disa markave dentare të materialeve nëse që japoneze nëse por jo vetëm japoneze, zvicerane, amerikane, pra që pak a shumë të referohen të dërgojnë materiale përpara provimit, të testojnë. Ja. Këtu jam në një trajnim në Brazil, pra 2 herë një trajnim intensiv të kirurgjisë dhe implantologjisë avancuar. Ju jeni këtu duke kryer një operacion? Duke kryer operacionin në pacient atje. Në Brazil? Në Brazil, këtu ishin mjek italian, pra profesor italian që vetëm unë ishe shqiptar në ato. Kështu që Perslanza. Pastaj edhe drejtuesi disa kurseve si në fushën e mushjeve estetike, ashtu edhe të implantologjisë, që aktualisht vazhdoj dhe por ju filloj një shkollë tjetër, e cila përveç sfidave ju jepte shumë entuziazëm, apo jo? Po? Është diçka që të shkput nga rutina e përditshme, pra ti mundohesh dhe ndonjëherë është e shpreha që kur mëson të tjerët mëson më mirë edhe për vete, kështu që kur ti përgatit diçka për t'i referuar për të tjerët është një mënyrë shumë e mirë që të mësosh edhe më tepër për vete, kështu që rastet që punoni me pacientët Shkodran i demonstrojnë. Po, pikrisht, domethënë edhe pacientët Shkodran kanë shkuar me raste të tyre anë mban, jo e Europës, po botës do thosha me këto komunikime, apo ja. Një pjesë e mirë e pacientëve të mi, domethënë nuk e njohin këtë realitet që puna që po bëjt e goja atyre mund paraqitet diku ose mund të demonstrohet, kështu që gjithmonë synimi ose përqendrimi është jashtëzakonisht i lartë sepse duhet paraqitet në një nivel tjetër. Një përgjegjësi profesionale, por edhe një ambicie që tashmë hapat që janë nisur duhet të rrugtojnë përsëri në stade ngjitje. Nuk është rasti që ju jeni nominuar si mjeku stomatolog i ri dhe më premtues. Edhe këtë e ka bërë një shoqatë dentare mjekëve stomatolog në Poloni, nëse nuk gaboj. Po, ishte aktivitetin në Poloni, pra unë jam pjesë e shoqatës europiane të kozmetikës dentare. Fillimisht ato më caktuan si keni arritur të bëheni? Ato sugjeruan që unë të isha të drejtues për Shqipërinë përpara se unë të isha i certifikuar shoqatës, sepse ti je i certifikuar duhet të kalosh disa filtra, pra ti je të bërthama atyre duhet të kalosh disa filtra, duhet zakonisht postohen disa raste në mënyrë anonime, pra është një bord që i shqyrton ato në mënyrë anonime dhe vendosin cilët raste, cilët persona, pa ditur se kush janë, që të pranohen që certifikohen të shoqata tyre, sepse kanë ato benefitet e veta, pra bësh automatikisht shumë profesionale. Lektori tyre i brendshëm, kështu që çdo viti që unë edhe u certifikova dhe pastaj duhet ta mbrosh të... Unë nuk dua ta kaloj shumë lehtë pikërisht këtë moment të certifikimit si antar i shoqatës europiane të kozmetikës dentare. Për arsye se për të certifikuar është natyrisht një test i vazhdueshëm i asaj që ju paraqisni, dhe kjo është
brenda një anonimati të kandidatit që pranohet si antar i kësaj, si audicionet artistike që bëhen pas një perde, është një juri, po të tilla janë edhe këto parime të pranimit, apo jo? Po atjetër, sepse aty është, si më themi, bërthama e profesorëve që janë me në zë, jo vetëm europian, por edhe butror. Dhe më thonë, janë benefitet e tyre që brenda saj certifikate, brenda saj shoqate dhe vit pas viti pranohen pak mjek të ri, pra 3-4 mjek të ri vazhdimisht dhe kjo shoqat ka një aktivitet vjetor që bën në vendet të ndryshme, qytetet të ndryshme të Europës, dhe gjatë aktivitetit, gjatë 3 ditëve konferencë, bëhet edhe pjesa certifikimi dhe gjatë darkës galon përgjithësi, kur pranohen mjek të ri gjithë vishën dhe hedhin kapelet, edhe ato të vjetër kështu që është e vit përvitshme. Pra është një ceremonial, është një ceremoni e veçantë vlerësimi për antarët e ri. Ju çfarë ndjet kur morët vesh se jeni certifikuar, që do të thotë keni kaluar një nuk e di ku jeni këtu? Këtu është pikërisht tek certifikimi. Tek certifikimi. Në këtë vit ishim në Euroclub të Polonisë dhe ky është presidenti i shoqatës në atë periudhë, Marco Nicastro, italian që ishte, sepse çdo 2 vite ka kandidime të ndryshme ndryshohen. Kështu që ishte një vit i veçantë sepse përkonte edhe me 20 vjetorin e shoqatës, një ndër shoqatat më prestigjioze europiane që është. Dhe kishte një dark gala që ishin çmime dhe aty isha dhe nominuar si njeriu më premtues i shoqatës. Është 20 vjetori ishte një ceremoni me vërtet mbreslënës dhe shumë e bukur që do ta mbaj mend gjatë. Besoj këtu kemi një moment tjetër, po do të ndalemi pak më vonë. Gjithë kjo krijoi një besim tek ju. Edhe tek ju vetë, por edhe përgjegjësi, por edhe besim tek të tjerët, tek ata të cilët të ju vlerëson, dhe një marrëdhënie profesionale tashmë një mjek prej Shkodrë, i cili në përditshmërinë e tij është pranë pacientëve të Shkodrës, ka pikërisht këtë informacion, këtë praktik, këtë përvojë që komunikon me praktikat më në zë të kohës dhe me njerëzit më në zë më pesh të fushës dentare. Është e keni ndier veten pak më ndryshe? Dëshira ka qenë që të mos e ndjej veten më ndryshe dhe në përditshmërinë të mia pjesa më e madhe pacientëve nuk e dinte i cërisi që thash, po një pjesë që ndjekun në rrjetet sociale e shikojnë, por pacientët lokal në përgjithësi nuk e din. Jo, kjo që thoni ju është shumë njerëzore, do thosha, po nganjëherë pacienti don niset edhe nga besimi i jashtëm, dhe ky informacion që mund të marrë një pacient krijon besimin në radhë të parë tek karriga juaj, tek puna juaj. Patjetër. Pacientët e min përgjithësi janë pacientë që vinë nga njëri pacient tjetër, kështu që në përgjithësi të gjithë që për cilët paka shumë më njohin. Po ju nuk jeni ndalur asnjëherë në formimin tuaj. Ky rrugtim profesional vërtet ishte test i praktikës, i kreativitetit, i hapësirës tuaj profesionale, por ju keni vazhduar formimin tuaj edhe me një master të nivelit të dytë në Siena, Itali, ku nuk keni përtuar që pas disa vitesh të jeni përsëri student, apo jo, i këtij masteri. Kemi edhe inserte regjia. Ja, tu? Po, vetë profesioni jonë kërkon që vazhdimisht të jemi aktiv, të jemi që ndjekim hapës hapi, kështu që ishte dëshira që të kemë një master në fushën e protetikës, dhe kjo është një ndër universitetet më të vjetra të Europës, kështu që ishte kënaqësi që përfundova aty me profesor MNZ të Italisë dhe të botës, kështu që është një shtesë në CV-n time që besoj do më shërbej edhe nga ana profesionale e përditshme. Është shumë e bukur. Ai pasion që ju
besoj e keni shumë të hershëm, por që e keni ushqyer me aktivitetin tuaj, që i ki dhanë za, dritë, marrëdhënie, përgatitje profesionale, këmbim eksperjencash dhe fillim të përvojës suaj. Kjo është eci gjithmonë, nuk është asnjëherë të ndalemi të pushojmë pak, apo ja. Profesioni jonë është pak profesion në sistemi stresues, pra në përditshmërinë tonë po jemi gjithkohën tek pjesa e gojës, tek pjesa pacientëve, ka atë presionin e vet sepse ka shumë procese. Ka shumë procese, ka shumë përqendrim, jemi në luftë me kohën, jemi në luftë me precizionin, vazhdimisht është ndër profesionet më stresuese. Cilat janë sfidat më të mëdha? Në lidhje me procese të ndryshme ose edhe me kohën? Sfidat më të mëdha janë, ne luftojmë vazhdimisht me precizionin dhe këtë precizion të arrijmë në një kohë të caktuar, kështu që jemi një sfidë që jemi brenda kufiut dhe luftojmë atë gjysmën e milimetrit, pra ai precizioni shumë i rëndësishëm, nëse pacienti nuk e kupton ditën e parë ose vitin e parë, ai përcjell dhe kuptohet mas disa vitesh. Dhe kjo është ajo sekreti i stomatologjisë, pra një pjesë nuk e kuptojnë fillimisht dhe mund mbesin të kënaqur, por puna është një punë e mirë, duhet shikohet mas 4-5 vitesh, mas 10 vitesh. Duhet të zgjas, dhe kjo do një vlerat të zgjatura. Kjo do përveç njohurive të jashtëzakonshme, ecjes me hapin e kohës, studimi, teknika të ndryshme që evolojnë vit mas viti, kërkojnë edhe një precizion jashtëzakonisht lartë nga ana e dentistit, por edhe nga ana e laborantit, pra kjo gjuha e dentistit, laborantit, por edhe mirëmarrëtja e pacientit janë gjitha që lidhen së bashku për një sukses të nënshëm. Si mendoni sa i përgjigjet pikërisht kjo njohuri shumë bashkëkohore që ka mjeku stomatolog, asaj që komunikon me laborantin, me laboratorin, ka hendeqe të vogla apo është një rrugë e bashkangjitur? Shiko, edhe laborantët tonë në ndjekin, pra ato përpiqen të ndjekin me pjesën, sepse tani është hapur bota, le të themi, ka informacion të vazhdueshëm, kështu që laborantët që unë punoj vazhdimisht mundohen që të mbajnë standard të lartë, kështu që mundohen përpiqen, kuptojnë kërkesat e mia, po ata të studiojnë, të shikojnë atë pjesën, të rrisin teknologjinë, kështu që shpesh herë edhe mjekët jashtë pyesin laborantët shqiptarë kanë bërë edhe këto punime, kështu që edhe ato befasojnë për disa paktën një pjesë që unë punoj, sepse Shqipëria ka bërë arritje të mëdha vitet e fundit, ka nevoja përsëri, sepse por që çdo gjë evolon. Por që domethënë kemi goxhallën teknologji edhe ne dhe në sfidat më të mëdha aktualisht është koha, sepse një pjesë e madhe e pacientëve ne punojmë me pacientë që jetojnë jashtë, gjithë kanë atë limitin e kohës, përveç datave që t'japin, kanë edhe ndonjë dasë, ndonjë plazh, ndonjë diçka tjetër, kështu që ne duhet dimë me përpikmëri kur ato ikin, kur ato vinë, do të bëjmë diçka me precizion, një kohë të caktuar që ndoshta diku jashtë mund bëhet për 2-3 pish kohës që ne kemi në dispozicion. Dhe kjo është një sfidë që ne luftojmë me precizionin dhe me kohën e caktuar. Pjesa e rrugtimit tuaj janë shkencor, janë publikimet. Për ndryshe, ajo ecuri që ju keni në marrëdhënie me mediume të ndryshme, ju siç ju kemi parë edhe në insertet, të cilët mund të shfaqen përsëri, jeni në publikime të ndryshme shkencore, në revista, që kanë të bëjnë me pikërisht me fushën dentare, ku ju patjetër përhapni përvojën tuaj dhe këmbeni këtë me të tjera përvoja. Ja, për shembull, janë disa prej aktiviteteve, por edhe publikimeve tuaja. Po këto janë, si të themi, buletinet ose revistat e markave prestigjioze të materialeve dentare, dhe një pjesë nga ato më kërkuar që punimet e mia të ishin në revistat e tyre, kështu që përveç emrave të njohur që janë botërisht përgjithësi italian, brazilian, të tjerë, është kënaqësi që të jetë edhe emri im edhe lokacioni ku punon, Shkodër, Albania dhe flamuri shqiptar, kështu që domethënë është një kënaqësi e veçantë që ata që shfletojnë nga gjithë bota këtë buletin të revistë të jetë edhe një
punim që është bërë në Shkodër në Shqipëri. Absolutisht po. Mirë, gjithë kjo veprimtari, e cila është një veprimtari ndërkombëtare, profesionale, ka ndjesitë e veta. Unë ata që po na ndjekin ju pam në aktivitete në salla të mëdha, në salla ku punohet, në salla ku demonstrohet bashkë me mund të jenë student apo edhe mjek të tjerë. Jeni ndjerë ndonjëherë në vështirësi, keni pas ndonjë sfidë të cilën më pas e keni tejkalu dhe keni thënë sa mirë. Shiko, kjo është me eksperiencë, dhe më thënë, vështirësia me parë gjithmonë herët e para, kështu që si lektor kam referu për herë të parë në Shqipëri, në Tiranë ishin sallë më të vogla, pjesët, këtu jam në Meni, kjo është në Prishtinë, ishte një aktivitet jashtëzakonshëm ndërkombëtar me lektor shumë të njohur, dhe pritja ishte, si di, madhështore, domethënë prita shumë e mirë se sa të huajt në Prishtinë, kështu që salla ishte të mbushur, ishte një aktivitet që do të mbes në mendje. Këtu jam përsëri një kurs tjetër, po në Prishtinë, ku po trajnoj disa dentistë që kishin ardhur nga Shkupi, nga shumë vende të tjera. Kështu që janë vështirësitë janë në hapat e parë, pastaj me eksperiencë fillon dhe krijon atë vetbesimin, sepse një ndër shtetet më të fundit ka qenë jam në Madrid, është Madrid, po. Ndër më të fundit, Christian Koçman është një emër që ka bërë evolucion në estetikën europiane, botërore, të themi, është brazilian. Është brazilian, dhe ka zbuluar atë që quhet digital smile design, pra buzëqeshja digjitale që në kompjuter arrin të krijojë një buzëqeshje, është i pari që ka bërë një revolucion. Dhe ishim pikërisht tek vendi i tij në Madrid, ishim një konferencë të shoqatës, ju referuat atë. Isha referova, domethënë, një leksion para se vllajt fliste. Dhe ishte një dhe fola pikërisht për estetikën dentare, pra ishte një guximi i madh flasësh për estetikën dentare në shtëpinë e tij ose në atë që ai ka zbulu. Kështu që ishte foto me Christian. Çfarë impresionesh morët? Se di, kishte lektor tjerë që kishin edhe emocionin, domethënë kur shikojnë atë si figurë, sepse është një figurë botërore ose pjesë tjerë që ishin, kështu që në fillim i thash vetes ose e shmendur që bësh një leksion për estetikën dentare, pikërisht tek profesori i madh. Të duhen guxim të flasësh për ato detajet e estetikës, për linjat, për po ju kishit një foto miqësore, që do të thotë një aprovim ndaj asaj që ju referut? Kisha impresionet më të mira nga gjithë pas përfundimit të leksionit, nga gjithë profesorët që ishin aty, kështu që kisha në të vërtet mora një feedback jashtëzakonisht pozitiv mas përfundimit të këtij leksioni që po referoj atje. Kemi edhe disa inserte që lidhen me Andorën. Është një tjetër vend ku ju keni dhënë po. Nuk e di, pak më vonë janë regjia, është një moment tjetër, këtu është në një shtet tjetër, në Brazil e të tjera. Pra janë të gjithë kjo një rrugtim i jashtëzakonshëm që vazhdon. Po, më kam qenë i ftuar në disa evente ndërkombëtare, siç isha në Andorra, një konferencë që isha në të njëjtin nivel me shumë emra europian të njohur, që në 2-3 takime që u ndodhuan për periudhë Covidit, në Dubai, dhe aktiviteti i radhës do të jetë do të krijojmë një study club për një konferencë që do të krijohet do të bëhet mas 2 muajsh në Tiranë. Unë jam organizatori i kësaj konferencë, do vinë emra lektor të njohur botëror dhe kjo do ofrohet për dentistët shqiptar. Kjo shoqata europiane e kozmetikës dentare, ku ju për Shqipërinë jeni drejtuesi i saj, ka edhe pjesëmarrës të tjerë shqiptar, të cilët në rastin konkret pas 2 muajsh do të jenë aty? Pra të certifikuar nuk ka, por aty do të bëhet një study club për do të ofrojë një, si të themi, mini konferencë lokale për shqiptarët, dhe unë si organizator po krijojmë, kemi ftuar lektor të huaj që do të jenë prezent,
Kështu që mjekët shqiptar do të përfitojnë eksperiencën dhe janë e tyre që të marrin pjesë tek një ditë krejt e veçantë për një konferencë, një stil ndryshe nga herët e tjera të zakonshëm, një konferencë ku do të ketë edhe pyetje përgjigje, do të ketë aktivitete sociale ku ata do të njihen, pra do të kenë një mënyrë që të ndoshta dikush edhe nga dentistët e tjerë mund të fillojë të ndjek po të njëjtat hapa që kam ndjekur, pra do të krijojnë disa lidhje sa gjë e bukur me mjek. Është e nevojshme natyrisht sepse pacientët kanë të njëjtat të drejta kudo që të ndodhen dhe detyra e mjekut, të gjithë mjekëve, në rastin ton mjekut stomatolog, është të vlerësoj këto pacient në mënyrën më të mirë të mundshme dhe të shërbej atyre. Është një rrugtim shumë i bukur, do të thosha sfidues, me shumë emocione, me shumë përgatitje, nuk vjen asgjë në pjatë për kundrazi fitohet, vetëm fitohet nga pasioni, nga dashuria për profesionin, nga përvoja që të mëson çdo ditë, por çdo gjë ka një fillesë. Ju keni qenë, po ju zbres shumë vite më herët, atëherë kur ishit nxënës shkolle, në sistemin parauniversitar dhe ishit një nxënës i shkëlqyeshëm. Përndryshe nuk do të kishin ndjek një rrugtim që lidhet me një profesion që kërkon shumë angazhim dhe përkushtim. Nuk e di, e keni pas kështu si pik të veçantë dashurie sferën dentare, sepse ju keni një traditë familjare, baba juaj ndjes past, doktor Muhamed Bushati, është pikrisht ka qenë një mjek stomatolog i nderuar në Shkodër. Thënë të drejtën, dëshira përpara se të filloj stomatologji nuk është se kam pas, sepse nuk e kisha atë ndjenjë, është një profesion që ndoshta fillimisht nuk të lidh, nuk të jep dashuri pa provu. Kështu që gjatë shkollës mesme isha shumë i mirë në matematikë, në olimpiada, kisha medalje argjendit në Kazakistan, një projekt matematike, kështu që isha të fusha e shkencës me tepër, isha domethënë te eksakte. Për dëshirën time isha të ndonjë inxhinieri ose diçka. Dhe babai im pas nuk është se më imponoi, thjesht ai më mbaj mend këshillat e tij, më orientoi që më tha, te ky profesion do të jesh, si të themi, i lirë, pra do të kesh liri, nuk do të kesh një drejtor mbi kokë, nuk do të kesh një pronar mbi kokë, kështu që përveç atyre kisha pothuajse gati edhe klientelën e tij, eksperiencën 42-43 vjeçarit e tij, kështu që bëra një zgjedhje fillimisht me mend, jo me zemër. Të zgjuar. Një zgjedhje të zgjuar dhe më pas me zemër. Dhe pastaj duke futur edhe këtë pjesën tjetër, fillova ta fitoj dashurinë mrapa për këtë profesion, pra nuk e di ka matematikë brenda, por çdo gjë ka pak matematikë. Patjetër, ju kujtohet hera e parë kur keni bërë një proces dentar në gojën e një pacienti. Mund të keni qenë student, nuk e di, po nuk e mbaj mirë, më mira kam qenë studenta, por kam prek diçka te puna babi që kur isha student, por mbaj mend shumë mirë kur kam filluar punoja fillimisht te klinika, dhe babi fillimisht e shqetësuar sepse se dinte sa po mësoja, po çfarë bagazhi kisha nga shkolla, sepse ishte pak skeptik, në fillim, sepse si gjithë studentët ai kërkonte ndoshta më shumë që të rrija te klinika e tij në pushimet verore, në kërse kishin gjithë kohës te klinika, kështu që kur fillova të punoj, mbaj mend që ishte jashtëzakonisht i kënaqur dhe ishte folë me superlativa, mamit jo mua direkt, kështu që edhe gjithë pacientët që ishin në fillim, pra direkt mi drejtonte tek unë, dhe ishte një sfidë, një përgjegjësi shumë e madhe që kem bëri të seriozitet. Kem një presion shumë të madh fillimisht, por kem bëri të ndihmoj që të rritem, dhe mbaj mend ato mushit e para, kavitetet e para, unë me kujdes, me atë dhe kur ndihmon ai me shpejtësinë që nga eksperjenca e tij, thoshte si ka mundësi që, kështu që fatkeqësisht punuam shumë pak bashkë, vetëm 2 vite, por mbaj mend shumë gjëra nga ai, mbaj mend shumë këshilla, shumë teknika, dhe sot e kësaj dite ka pacient që i takoj si që vinë,
dhe që flasin me superlativ, me punime që vazhdojnë nderin për punën e doktor Muhamet Bushatit. Por koha ka sjell një revolucion në të gjitha. Si shihni, domethënë, ato fillime në atë teknologji, në ata mundësi që kanë pasur mjekët stomatolog, të cilët kanë qenë shumë të nderuar dhe kanë bërë punime shumë të imta, artistike, të qëndrueshme, të shëndetshme, dhe sot që ka mundësi të tjera. Shpesh herë them edhe me të përditshme, them si ka mundësi që kanë arrit që të bënin punime aq të mira në ato kushte që kishin ato, sepse tani kemi kushte krejtësisht tjera, qoftë edhe gjatë verës, qoftë edhe kondicioneri, pra ato kanë pas kushte, edhe kushte fizike të kondicionuar. Kur shoh se me çfarë kushtesh kemi ne dhe si kanë dhe punime që kanë bërë ato, them se di domethënë një bravo për punën se si kanë punu atë kohë, por ndryshimet janë të jashtëzakonshme nga ajo periudhë deri tani. Kërkesat janë të jashtëzakonshme, tashmë punohet jo vetëm për funksionin, por edhe për pamjen. Ka shumë kërkesa të ndryshme. Ka ndryshuar tani dhe përveç pra siç thash, izolimi e Rotterdamit që është domethënë sepse pas punime jam më larg se dje që kishin 10 vite pas një ndryshim, dhe këto janë fal kësaj gomës që realizoi, pra është një punim pra ka ndryshuar stomatologjia nga mushjet e zeza më përpara, tani është mushje adezive që kërkojnë komplet izolim të mirë. Përveç këtyre, përveç zmadhimit, sepse precisioni kërkon lupa zmadhuese që janë ndrysh nga çfarë përdor më përpara. Tani risia është edhe dentistria digjitale, pra tani masë nuk e marrim më paktën në si klinik, nuk e marrim më me intuit. Me ato materiale që vendosen në gojë që janë të tip dhaçe që thonë shumë pacient, por është një marrje masë digjitale, pra me anë një pajisje me dritë, e merr për 2 minuta, transmetohet direkt në laborator për 2 minuta, laboranti punon kompjuter direkt dhëmbin, roboti pret dhëmbin, kështu që është një teknologji e avancuar që në atë periudhë nuk ishte. Ose kjo që thotë digital smile design, pra pacienti ka mundësi të shikoj direkt në një foto pamjen si ishte dhe si do të bëhet, pa fillu punën akoma te goja, kështu që kjo krijon edhe një farë besimi ose kemi mundësi të diskutojmë për gjatësitë, për format, për para se fillosh. Keni pacient, keni takuar pacient paksa të vështirë, jo thjesht në besim, por në atë ndjesinë që ata kanë për punimet në gojë. Qëllojnë shpesh herë, sidomos po të merresh me dentistri estetike, janë këto pacient, por ndonjëherë qëllon në një pacient që fillimisht duket i thjesht, e ka vështirësi në fund, ndonjë që duket i vështirë në fillim. Gjithsesi është personale, prandaj një mjek duhet jetë edhe një farë psikologu në takimet e para duhet të krijojë një psikologji të mirë të pacientit që të dim se çfarë na pret mbrapa, sepse janë pjesë e punës të gjitha, por në përgjithësi pacientët tonë që janë pacient që kanë besim, që janë bindur, kështu që puna jonë është më e lehtë, pra nuk është se vinë direkt. Faktikisht unë gjatë këtij rrugtimi kam njohur shumë çka nga jeta juaj profesionale, e cila një vetëm ajër në këtë marrëdhënie me studion, me pacientin, me problemin, me zgjidhjen, me komunikimin, me kërkimin, me shkëmbimin e përvojave, me hapësirën ku të jep një mundësi që të jesh krahas të tjerëve, të mos dukesh në asnjë mënyrë ndrysh, por i barabartë me të tjerë, dhe të ecësh për krah të gjithë ecurisë më të fundit të fushës dentare, ashtu siç meritojnë pacientët tonë. Doktor, unë e di që dita juaj është intensive dhe e vlerësoj shumë ardhjen tuaj në këtë mikrofon, e cila niset pikë së pari nga një ndjesi shumë e bukur që ju e demonstroni dhe keni shfaqur, por edhe e ushtroni çdo ditë që lidhet me humanizmin, me nderimin dhe respektin për pacientin, ashtu siç ju jeni ushqyer, dhe kërkesën e vazhdueshme që ju keni për rritjen tuaj profesionale që i shërben tashmë pacientit, por edhe ushqen një pasion të jashtëzakonshëm. Pa pasion asgjë nuk bëhet, apo jo?
Ju falenderoj shumë, ju uroj vetëm mbarësi. Unë dëshiroj që në aktivitete të ketë ende më shumë pjesëmarrje nga shqiptarët në mënyrë që ky nivel të jetë në një rrafsh edhe më të përhapur këtu tek ne. Faleminderit shumë kënaqësi, përshëndetje familjes suaj, bashkëshortes suaj, e cila është po ajo edhe ajo një mjeke stomatologe. Keni një vajzë të vogël, nuk e di, do ta ushqeni që në fillim që bashkë me mëkimet e para të jetë edhe dhëmbi i bukur që i ka dal apo pritet i dal diku në vazhdimsi. Kam vërejt që është detajiste, kështu që është detajiste. Do ta shikojmë gjatë rrugës. Ju përshëndes të gjithë. Ju uroj mbarësi dhe e curitë mbara me suksese. Faleminderit shumë. Faleminderit.